Nuk di kanë i rrjedhin qëllimisht informacionet. Unë për një rast në Mitrovici drejtohem me vitin e kaluar, po du me mbështet argumentin e zotëri dhe prokurorisë Mitrovicës, edhe thojnë a jena prej gazetës Verijo Info, edhe jena tu e hetu një çështje. Tu e lumtu. Po, edhe ata thojnë, e tash bojnë në terma, thojnë ti du të më na jap përgjigje çu ti heton, se veç na hetojna. Thash, nëse keni kry shkollën e mesme, ju e dini se na hetojna kuptimin gazetaresk. A kupton se edhe gjykata investigation edhe kopën për terma janë jo transparent, nuk e hapin telefonin, ndodh një vrasje, e provon të me thirr personat përgjiths, edhe ata hapin telefonin e tyne, mas një 4-5 ore e lëshojnë një komunikat. Para se me orë një mision një statistike shumë thirë si përfaqësore në nxirra për rastet e vrasjeve Mitrovic, Vushtrë dhe Skanderaj. E sidomos në Vushtrë dhe Mitrovic, në 70 vjet e fundit janë përmi 2-13 vrasje, veç unë që mujta me evidentu. Shumica absolute prej tyne, i di rastet veç, janë shërët ma hershme që kanë degradu në vrasje. Njerëz me precedent penal, 3 me precedent penal, me gjujtje, me armë, të ratisën, edhe kërkon shtetin nuk është funksional, mi prevenu këto çështje, mirë po vazhdojmë hetimet, procedurë të rregullt, ai vazhdon me bë probleme. Marina, rikthehem në rastin e vrasjes së dyfisht. Nëse ju në fakt ndohet informacion që ajo ka pasur 3 ose 4 dorëheqje, pra nga kjo punë cilën ka qenë duke punuar, a mund të ketë kështu ndonjë informacion se ajo ka mundur të ketë dhunë kështu në një periudhë gjatë nga ai? Ajo ka lëshu punën, nuk ka pas asnjë probleme, ose kërkosh s'mundet me thonë që ka pos asnjë problem. Ose e ka lëshu punën, pastaj është rikthyer prapë. E ka lëshu punën, rikthyer prapë, se ka punu shumë vite atë, edhe para 3 muaj e ka lëshu punën për herë të fundit, edhe s'ka dosh më kthye më. Unë e kam pa një lëshim nga mediat për shembull gjatë ditës së sotme, sepse është pjesë e sigurisë. Asnjë nga me mediat nuk e ka trajtuar nëse tani e ndjera ka qenë sistemuar në bazë ligjit punës, ka qenë kompania duke pagu kontributet e saj, nëse ka pas sigurim shëndetësor. Askush, sinqerisht, edhe ne, duke filluar nga unë. Prej kuj mi morë informaciona? Pa administratat, po prandaj unë thash, ta thash, jo transparenca, i nderuar. Informacion private. Jo transparenca i nderuar është vetë jo siguria.